me librin me poezi Ëndra në kryq, Imer Hysa. Përpara se të lexoj poezinë nga ky libri, po lexoj pak fjalë për Imer Hysën. U lind në Gjorëm të Rrethit të Krujës më 5 shkurt 1961. Pas përfundimit të studimeve universitare me 1985 u diplomua mjek veteriner. Aktivitetin e tij të punës e ka kryer në Rrethin e Krujës në Kooperativën Bujqësore Tipi Lart Alpulena të Laçit. Fillimisht si mjek veteriner, pastaj zëvendës kryetari i kësaj kooperative dhe për 2 vite kryetari i Kooperativës Bujqësore Gjorëm. Pas vitit 1992 deri më sot ka punuar në drejtorinë e bujqësisë të Rrethit Kurbin si veteriner zyrtar i Rrethit Kurbin duke drejtuar këtë shërbim. Që në moshën e adoleshencës është marrë me poezi dhe publicistik duke botuar në gazetat e revistat e kohës. Është bashkëpunëtor me revistat shkencore dhe artistike brenda dhe jashtë vendit, si dhe me mjaft gazeta të përditshme kombëtare dhe stacione e radio-televizive kombëtare. Ka botuar librat Gjormi, histori dhe etnokultur, libër historik dhe etnokulturor, kur fjalët bëhen buqet, poezi, Bujqësia e Kurbinit në syrin e specialistit, libër profesionale shkencor, Ëndra në kryq, libër me poezi. Pak fjalë nga Kujtim Hoxha, poet. Poezitë e Imer Hysës janë copëza pasqyrash të një shpirti të ndjeshëm dhe të sinqert që reflektojnë jetë. Këto copëza pasqyrash të çiltra, të thjeshta, por të drejtë për drejta dhe të ngjizura mjeshtërisht me një brumë të veçantë poetik, të bashkërenditura ndan njëra tjetrës, krijojnë një mozaik, një ansambël drithiesh dhe një larmi ngjyrash e refleksesh, ku jo vetëm pasqyrohet tabloja e jetës së trazuar së një individi, por ekzaminohet poetikisht jeta në përgjithësi. Është kjo jetë e çuditshme, të cilën ne, qenieve humane, frymor të përkohësh mbi tokë, Zoti na e ka falur një herë të vetme dhe për pak kohë dhe që rrjedh dhe ikën në pakthim, bashkë me enigmatikën kohë. Në këtë rast, si për paradoks dhe si për të sfiduar vetë kohën, ka fatin të ngecë çuditërisht kaq bukur dhe përjetësisht në pasqyrëzat e këtij mozaiku me vargje. Kujtim Hoxha për Imer Hysën. Dhe ndomse 3 poezi do doja të lexoja, le të shikojmë po do harri dot. Fillojmë me poezinë Sot. Sot, kur leku është futur në mes dhe gjithçka thuhet blihet me para, sot kur djajt e dal nga e njëjti thes, nga lekët e vjedhur hedhin shurrën hava. Sot kur pasuria nuk vihet përmes punës dhe mendja nuk thjellohet përmes dijes. Sot kur të urtët i tundohen dhunës dhe i frigohen pritës së pabesive. Sot kur del nga shtëpia shëndosh si moll dhe si e sigurt nëse kthehesh i gjallë. Sot kur idioti me llomotitje thot e lash të mençurin pa fjalë. Sot që njeriu krijon njeriu në e provet dhe parashikon motin me mjaft saktësi. Sot nuk e di ku e zë mbrëmja së vet, e mendja e gënjen se është mbi Perëndi. Le të shkoj njeriu në hënë e në Mars. Le të zhytet thellësive ujore pafund. Nëse s'mendon për vitet që le pas, të harroj që vitet para i arrin pa mund. Ja të lexoj vetë këtë poezinë, kur s'kuptohemi. Ata që duhet të kuptojnë më shumë, ata që udhëron më shumë dritë shpres, pikërisht ata, si pemën të shkundin me gur, duke menduar se të vunë nën vete. Atyre që me dritën tënde të shpirtit mund të ndriçosh rrugën në jetë, pikërisht ata, ta shprishin fillin, duke menduar se kështu vegjetojnë vetë.
ata që din të lexojnë vetëm me gërma kapitale, mbi letra të shkruara me plagjatur. Pikërisht, ata e bëjnë gjëmën e madhe, duke shtrirë një komb për të mos u ngritur kurrë. Ata që u ndritën në hije plepash, apo shkëlqyen në universitete kristale. Pikërisht, ata përdorën kthetra dhe fluturuan në parajsa fiskale. Ata që duhet, por së munden, janë shumë. Ata që ndrojnë të fjetur në heshtje, të mbijetuar me zdallëve, me shkum, këput e mos këput, si gjethe vjeshte. Apo, nuk dua. Poezi e fundit. Nuk dua që një prit t'i kem me dy atë dhe. E atë dheut gjyshëror të mos i din datën e çlirimit. Nuk dua kurse si prej faktit që jetojnë atje të mos kenë mundësi t'i këndojnë atë dheut himnin. Nuk dua që të harrojnë kartë monedat, me fill sigurie, heronj një pamje shqiptare. Nuk dua të harrojnë mesazhin dhe vlerat që përcillen edhe përmes pullës postare. Nuk dua klasën e parë ta fillojnë në gjuhë të huaj, e gjuhën e nënës ta mësojnë pa gramatik prej nënës. Të harrojnë toponimet e vendlindjes, kur nuk dua, dhe fjalët shqipe të shpirtit t'i harrojnë këngës. S'do dua kur për niprit që rriten matandetit, këtej të lenë në harresë varret e të parve. Jo, kurse si, edhe si kur të bënin jetën e mbretit, s'do më pëlqente të mos trashëgornin emrat e shqiptarve. Ëndra në udhkryq, Ymer Hysa.